On this day. 1462, lindi Louis XII, mbreti i Francës, shumë popullor për reformimin e sistemit të drejtësisë dhe reduktimit të taksave. Në po të njëjtën ditë, po në vitin 1550, ka lindur një tjetër mbret francez, Charles IX. 27 qershor 1872 është dita e lindjes së novelistit dhe poetit amerikan Paul Laurence Dunbar. Helen Keller ka sot ditëlindjen. Aktiviste amerikane që lindi në vitin 1880, ishte personi i parë i shurdhët që mori një diplomë universitare për artet e bukura. 1917 u lind në Shkodër Prenk Jakova, ka qenë arsimtar, muzikant, kompozitor dhe autori i operës së parë shqiptare titulluar Mrika. 1930 lindi në Texas Ross Perot, biznesmeni amerikan që themeloi Electronic Data Systems dhe Perot Systems. 1955 lind në Paris Isabelle Adjani. Adjani është një aktore dhe këngëtare famshme franceze. 27 qershor 1959 ka lindur regjizori talentuar polak Janusz Kaminski, autori i listës së Schindlerit. 1966 lindi J.J. Abrams, shkrimtar amerikan, producent por edhe regjizor në filmat Lost, Star Wars, The Force Awakens e të tjerë. 27 qershor 1975 lindi Tobey Maguire, aktori amerikan që portretizoi me sukses Spider-Man dhe The Great Gatsby. 1984 lindi ylli i reality show në Amerikë, Khloe Kardashian, sot ajo mbush 41 vjeçë.